Humanizmi dhe solidariteti bashkuan sot nxënësit, fëmijët dhe qytetarët në një organizim humanitar nga Kryqi i Kuq në shkollën e mesme Dr. Ibrahim Temo. Me një atmosferë plot emocione dhe mesazhe sensibilizuese, aktiviteti solli së bashku të rinj nga gjithë qyteti, me një qëllim të vetëm, të ndihmojmë personat dhe fëmijët në nevojë. Të vëllai, përse realizohet sot ky aktivitet me fëmijët e qytetit? Sot ky aktivitet realizohet në mënyrë që të ndihmojmë personat në nevojë, të cilët kanë nevojë për mjete për ushqim, që të gatuajnë, për të larë rrobat e kështu me radhë. Organizimi i kujt është? Organizimi i Kryqit të Kuq me pjesëmarrjen e disa nxënësve nga shkolla jon Ibrahim Temo. Bëhet çdo vit ky aktivitet ose si mjet është për herë të parë? Si mjet është për herë të dytë që realizohet ky aktivitet, për shkak se vitin e kaluar kishte shumë sukses, menduam që ta realizojmë përsëri. Faleminderit. Këngës, performancës artistike dhe aktiviteteve të ndryshme, nxënësit treguan anën më të bukur të rinisë, zemrën e madhe dhe gatishmërinë për të qenë pranë atyre që kanë nevojë për mbështetje. Organizatorët theksuan se aktivitetet të tilla kanë rëndësi të veçantë pasi përveç ndihmës konkrete ato përcjellin edhe mesazhe të forta humanizmi në shoqëri. Prej ku vjen anti? Prej Veleshte. Vjen për herë të parë në këtë aktivitet? Po. Kënaqesh shumë? Po. Përse është aktivitet sot, e dinon? Jo. Vetëm thjesht ka të luash, apo? Po. Përshëndetje. Përshëndetje. Kush jeni juve? Unë jam Irina Mahmudi. Prej nga vjen? Prej Dollogoshte. Përse ke ardhur sot? Kam ardhur te kjo aktiviteti që organizonën Kryqi i Kuq dhe jam shumë e lumtur. Faleminderit. Përshëndetje. Përshëndetje. Kush jeni juve? Andra Lushi. Pse keni ardhur këtu? Ti ndihmojmë ato që janë njerëzit me nevoja të vojitshme. Faleminderit. Mirë. Se kalon? Shumë mirë. U takuam prapë sot këtu, apo? Po. Po përse ke ardhur ti sot këtu? Për Kryqin e Kuq edhe mësuesja na lëshoi te grupi një letër, edhe mami tha te grupi, mami tha, po mund vje Donika edhe pastaj unë erdha këtu. Ti je e lumtur që je pjesë e këtij aktiviteti? Po. Kur do rritesh do jesh pjesëmarrje këtej Kryqi i Kuq? Po. Faleminderit. S'ka përse. Përshëndetje. Përshëndetje. Si quhesh zemër? Më quhem Riona. Riona? Emër të bukur pas për ta gëzosh. Riona, përse ke ardhur ti sot këtu? Unë kam ardhur për të luajtur me shoqet. Për të luajtur me shoqet. E di ti aktiviteti kujt është kjo sot që ke ardhur këtu? Po. Kjo aktivitet është i Kryqit të Kuq, i cili e ka organizuar për fëmijët me ndihmë, që edhe për ndihmë. Ti ndihesh e lumtur sot? Po. Gëzohem. Faleminderit. Përshëndetje. Përshëndetje. Kush je ti? Unë jam Xhosiba. Xhosiba, ke ardhur sot me qejf sot këtu? Po me qejf kam ardhur sot. Po përse ke ardhur ti sot? Që do kënaqem. Që të kënaqesh? Po. Po, përveç se të kënaqesh, ndihmon edhe atyre që kanë nevojë sot, apo? Po. E din ti çfarë aktiviteti është ky sot? Është Kryqi i Kuq. Po? Kryqi i Kuq për personat që kanë nevojë të ndihmojnë. Për personazhe që kanë nevojë të ndihmojnë. Në fakt, ju sot e kënaqeni dhe ndihmoni dikujt, apo? Po. Shumë mirë, urime, suksese. Faleminderit. Përshëndetje. Përshëndetje. Po te nga cili fshat vjen? Unë prej Koreshishte. Ti prej Koreshishte. E di përse ke ardhur sot? Për të luajtur me shok dhe të kënaqemi. Dhe të kënaqeni. Po e di një aktiviteti kujt është kjo sot? Përse ke ardhur? Kujt i ndihmon ti? Unë kam ardhur që të luaj me shok dhe të luaj me njerëz që të takoj njerëz të tjerë. Ke dëshirë që këto aktivitete të bëhen më shpesh? Po, shumë kam tjerë. Faleminderit. Dollogosht. Ti vjen nga Dollogoshta. E di përse ka ardhur sot? Për të bërë aktivitete. Vetëm aq që kanë thënë? Aq. Kush organizon këto aktivitete, din ti?
Jo. Është aktiviteti kur ishte kuq. Edhe sot juve bëni gjëra më të mirë sepse ndihmoni personat me nevojë. Po. Ndihesh e lumtur për këtë? Po. Dëshiron që ky aktivitet të ndodhë sa më shpesh? Po. Faleminderit. Në këtë mbrëmje morën pjesë nxënës, prindër, mësimdhënës, qytetarë të shumë të cilët mbështeten nismën e humanizmit, kontributin për kauzën bamirëse. Të pranishmit vlerësuan organizimin dhe angazhimin e të rinjve, duke konsideruar këtë aktivitet si një shembull më të mirë për bashkëpunim dhe ndërgjegjësim shoqëror. Kjo ditë humanitare organizuar nga kryqëkuq dhe nxënësit e Ibrahim Temos përfundoi me mesazhe dhe ndihma për mbështetjen e njëri tjetrit. Ja vlen që duhet të kultivojmë vazhdimisht, sidomos tek brezat e ri.